Surja Yasin është zemra e Kuranit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, njeriu e shoqëroi gjatë gjithë jetës së tij 3 gjëra. Ka thënë pasunia e tij, familja e tij dhe vepra e mirë. Ka thënë pasuria dhe familja mbeten në këtë botë. Vepra e mirë e merr me veti. Ka thënë ja Rasulullah, çka është vepra e mirë që e merr me veti? Ka thonë vepra e mirë është edhe evladja e halallit, që është besimtar, që e këndon Kur'anin, që e këndon fjalën e Zotit. Dhe ai evlad, shembull, nëse ty të ka vdek gjyshi ose baba ose pa marrë parasysh, ti e këndon një Yasin, një sure të Kur'anit dhe i çon durr të bën dua, thua Zot më shiroje filan fistekin ose hoxhën tan, ose gjyshin ose pa marrë parasysh. E këndon surën Yasin, ti e këndon Kur'anin, i çon durrt edhe lutesh për gjyshin tënd dhe së gjyshin. Çka ka të keqe këtu? Çka ka të keqe këtu? Ne nga erdhëm nga ata prind, nga ata gjysha, nga ato gjyshe. Kush na edukoi? Kush u kujdes për ne? E ne me na privu pe lutjes ndaj tyre, ndaj shpirtit të tyre. Atëherë i bën se shpirti nuk po ekzistoi. Shpirti nuk po ekzistoi. Do të thonë na kokmi vetëm materialista ose materie. Marron materia dhe mon përfundon çështja. Jo. Përkundrazi. Edhe pas vdekjes, thotë evladi që lutet për babën, për nanën, për gjyshet, për foren, për fisin, për njerëzit në përgjithësi. Pse ka ndalisë? Çka ka ndalu me të kënohet Yasini, të bëhet dua për gjyshen teme, për gjyshin tim, për gjyshen tonë, për gjyshin e atij. Çka ka? Gjoja këtu, ku ka gabim? Ku ekziston fjala gabim këtu? Me kënu Kur'an ka gabim? Mu lut për çat vdekur ka gabim? Allah. Vaj halli për këta njerëz. Me të vërtet vajolle. Edhe në logjik shnosh kjo nuk diskutohet. Le mos him parimet fetare. Si Imam Suyutiu e shumë dietar të dhaj japin shpjegime, shumë tefsirolog, komentator të Kuranit japin shpjegime për këtë pjesë. Zemra e Kuranit, surja Yasin, është ndër suret e spikatura në Kuran dhe kush e lexon këtë sure ka shumë mirësi. Ka mirësi ai që lexon. E pa dyshim që Zoti ja lehtëson edhe botën e përtejme kur ne i bëjmë dua, sepse fill pas këndimit surës Yasin do të mu bëni lutje për shembull për nanën, për babën, për ata që kanë ndruar jetë. Edhe Zoti inshallah i pas bën pe banorëve të xhenetit ata. Inshallah Zoti na takon në xhenet me ta së bashku. Inshallah. Faleminderit.